Mira tonelate patate janë magazinuar në banesat e fermerëve që kultivojnë këtë kulturë në Divjak pasi nuk ka tregshitje. Kultura e patates në Divjak përbën burimin kryesor të ardhura për fermerët e zonës. Kushtet toksore dhe klimaterike lejojnë që kjo kulturë të mbillet 2 herë në vit. Mbillet fillimisht në muajin janar dhe del në treg në muajin qershor dhe mbillet sërish në gusht dhe aktualisht është kulmi i sezonit për vjeljen dhe hedhjen në treg. 1 kilogram patates sot, fermerët e Divjakës e shesin me 250 lekë të vjetra. Përveç çmimit të ulët, nuk ka treg për shitje, çka i detyron fermerët ta magazinojnë në kushte primitive në banesë, pasi nëse e lën ende në tokë patatja prishet. Sipas fermerëve, puna dhe djersa e tyre shkon dëm pasi futet patate nga importi. 250 lekë dhe nuk e marrin. Pik, ma beli. Nuk ka treg. 250 lekë. Kemi marrë, kemi shurën për shtëpia. Kemi futur në për shtëpia. Nuk kemi nga çon. Jo interes, po nuk mlidhet dhe kaq ajo nuk shitet me pakisë shumë pak. Patatja në Divjak sot aktualisht është 250 deri në 300 lekë. Po më e madhe ai se nuk ka tregtar. Dhe ato që marrin nga 10 targa, nga 15 targa, nga 20 targa. A më intereson mu të marr punëtorin. Tani punëtori do 30.000 lekë. Më intereson të marr punëtorin dhe të vit shkul patate këtu se 15 targa do tregtari. Vi burrë e grua. E që unë për shembull nuk po gjej tregtar. Dali them jam i zën. Tani dhe ata mbase kanë i farë drejtë se s'kan ku çojnë ato. Nuk da han vet, pe e fusin brenda. Kush ka magazina e fut brenda në magazin me fjalë po shit azjerin prap, ta hedh në kanal. S'ka rrugë tjetër. Unë kam 5 dylym, 3 po i marroj, kam matan 2 dylym të tjera, kam 10 ditë, 9 ditë sot që shkul me gruan. Se s'kam ku e çoj, ja mora punëtor. Po çfarë ja punëtorit? Se pas shita patate nuk i jap dot lek punëtorit. Ai do lekun dar kur tiki. Kështu që ne kemi ngjerë si peshku pa ujë tani, e marrim me këto mundësitë tona, e fusim brenda në magazin atje. Po e shitem, pse shitem kusuri jo nda xherin prapë nga magazina ta hedhim kanal. S'kemi ç'a bëjmë më. Te ajo vjen marsi për shembull, ja rroka deri në mars, vjen marsi çon bifka, po filloi të ngroj koha. Biskon bëhet për të mbill. Kemi filluar shkollën e patates me vështirësi shumë të mëdha, nuk ka çmim, 250 lekë. Shumica njerëzve po fusin nëpër shtëpia se s'ke ku e çon. Dhe pikat e mëdha këto të grumullimit, njerë marrin, njerë s'marrin, janë me shumë vështirësi si vjet. Si vjet një skandal, si vjet. Po kush po llogaritet, aman, ti llogarisim gjithë atone, po të fusim dhe krah tonë ne dalim kështu me humje. Po si vjet një skandal fare. Po janë do ta mbash deri nga marsi, deri nga shkurti, me shpresë. E shet nuk e shet, o da nxjerrësh me këtë çmim ose do ta hedhësh pastaj se ka dhe probleme, ti do prishet ajo. Nuk është puna vetëm për patatën, por për gjithë gjëra. Të gjitha me lule, me brokulla, me karrotë, të gjitha. Se pas doli çik jashtë, ata thanë po hyn nga jashtë patate. Se ne nuk na lëvërdis dhe politika, të bëjmë politik. Ne dom marrim djersën tonë, por nuk e marrim dot. Do mbjellë 7 kultura aty, 8 kultura, do fitosh me 2, do mbas 5, do marrish 3, do mbas 4, nuk i bërë shumë e vështirë bujësia këto. Çmimi është për tokë. Tregu është zero, nuk ka. Neve jemi detyruar tani nga lagështira dhe nga ftoti. Nga ngricat po i fusim brenda, se treg nuk ka se po i kapin në i ftot, në i brym ose në i ngric, i prish fare, dhe ato që janë i kalb. Ne detyrohemi i fusim brenda tani. Tregu është zero. Po se dime, nuk e dim, e di qeveria lartë, nuk është ndorë tonë, është shumë dobët. Rregulloj çik veti. Po të thuash se gjithë, ja lakra kështë. Në tokë, nuk ka zero, as 50 lek, as 5 lek, nuk është. Edhe po të vesh ke tregu është shu, plot. S'ka tërhiqje. Tregu, fare. Po edhe karrota po ashtu, marrin nga 2-3 kujtal, tregtar s'ka dhe ato që janë, ku do vjen më përpara. Ky avasesh, ja kështu po vujmë ne. Ja karrota ku është në tokë, ja lakra ku është në tokë, ja patatet shumice po i fusim brenda tani. Do hidhet në kanal, siç është hedhur, herë tjera. Ja dhe vjet kështu funksionoi, patatja që u fut brenda. Ngeli, disa u hodh, disa u hoq, hajt. Brenda një viti bujësor, vetëm në Divjak mbillen në 600 deri 700 hektar me patate. Por sipas fermerëve ka 2 deri në 3 vite që fatën e patates e ka mësuar dhe kulturat e tjera, si lakra, lule lakra, karrota, brokoli e të tjerë.